7 qershor ngriuni luftoni për vendin tuaj. Moto e Bill O'Reilly për dhe jona. Po afron samiti i NATO-s në Hag, 24 deri 26 qershor. Sekretari i NATO-s, njëri emrin politik, ka deklaruar se i ftuar do të jetë edhe Zelenski. Në fakt do të jetë edhe kryeministri i Japonisë edhe ai i Australisë. Problemi është që askush nuk don të provokojë Trump. Dihet ego e Trump dhe në këto qaste ai nuk do që në tërjes të jetë Zelenski. Ndaj, drejtuesit e NATO-s kanë menduar që Zelenski të jetë i pranuar vetëm në darkën që do të shtrohet nga mbretëria e Hollandës dhe jo në takimet e tjera politike. Nuk do të ketë më një takim për bashkët NATO dhe Këshilli NATO-s dhe Ukrainës, por është menduar mund të bëhet një darkë me ministrët e mbrojtjes. Gjithashtu, mbas kërkesës Trump, nuk do të diskutohet për Ukrainën, nuk do të diskutohet se që do të ngjasë me Rusinë. Tek komunikata që do të nxirret nga NATO, përsëri janë kujdesur që të mos përmendet artikulli 5. Edhe pse kancelari gjerman, i cili me klasë përballoi takimin në Shtëpinë e Bardhë, tha se kam besim që Trump nuk do të tërhiqet nga NATO. Vetëm ideja që ai thot kam besim që nuk do të tërhiqet ekziston si mundësi. Ndërkohë përplasja e madhe midis Elon Musk dhe Trump ka spostuar çdo vëmendje nga çdo problem tjetër. Të dhënat e fundit nxjerrin se ekonomia amerikane muajin e fundit ka krijuar 139.000 vende pune. Pra ekonomia është e fortë, por siç thon ekonomistët, ky është numri më i vogël krijuar në një muaj. Inflacioni mbetet muajin e kaluar 2.1%. Ndërkohë që rritja ekonomike është 4 deri minimumit 3.1%. Pra, ekonomia është e fortë. Optimizmi gjithashtu, edhe pse Trump ka shkundur Wall Streetin me qasjen e tij për tarifat, njëri vendos, njëri tërheq. I suksesshëm pa diskutim është në mbylljen e kufirit jugor. Pik. Atëherë, pse kjo ekonomi me shenja kaq pozitive? Analistët thonë që vitin e fundit, administrata e Biden forcoi shumë ekonominë dhe Trump e ka trashëguar nga kjo administratë dhe po përfiton duke ecur përpara. Ndaj, ai billi ligji i bukur që thot ai, që do të krijojë 2.5 trilion deficit më shumë, në qoftë se do të kemi rritje të ekonomisë, kjo përmbyset. Me Reagan ekonomia u rrit deri në 7% mbas 6 muajsh. Një ekonomi që është me një GDP shumë të madhe, 35-36, ajo rritje do të mënjanonte humbjet dhe deficitin. Ndërkohë, duket që nga tarifat po përfitohet. Hyn rreth 1 miliard, 2 miliard tarifa në ditë, thot Trump, dhe deficiti tregtar i Amerikës është përgjysmuar. Musk gabon, nuk mund të fitojë dot kur ndaj njeriu më të pushteshëm, i cili akuzohet nga e majta se po përfiton miliarda dollar personalisht duke shkelur ligjet. Me meme coin të Trump, ku rreth 800.000 investitorë të vegjël humbën, ai dhe familja e tij fituan 400 milion dollar. Në këto 4 muajt e parë, mendohet që ai fëmijët e tij kanë fituar rreth 3 miliard dollar. Së fundmi i biri ishte në Vietnam, ku mori Sazanin, pa thënë të Vietnamit, 1.5 miliard dollar resort, janë kudo. Sistemi amerikan nuk të falë.
Trump nuk do të jetë president gjithjetën. Aq më tepër që kërcënimet që Elon Musk bën për impeachment, për ta shkarkuar dhe për të vendosur J.D. Vance, janë këmbana alarmi për kupolën e establishmentit. Për çastin, Musk është humbës. Trump sundon magën, sundon Kongresin, sundon Senatin. I pamëshirshëm edhe me median. Është gjynjëzuar ABC-ja, ka paguar $16 milion dëmshpërblim, vazhdon gjyqi me CBS-in ku ai kërkon 20 miliard, nuk do të ngjas 20, i afruan 15, ai nuk pranoi. Rënje drastike të shikuesve të MSNBC-s dhe CNN, vetë vazhdon konsumatori madh i Fox News. A ka forcë Twitter ose X e Musk të krijojë atë që ai thot partia e tretë? Sistemi bipolar nuk lejon parti të tretë, është shumë e vështirë. Fituesi këtu merr gjithçka. Mund të hyjë një parti e Muskën, e cila thot America Party, Partia e Amerikës, i ka vënë emrin, por në çdo zonë, në çdo distrikt, fituesi i parë merr të gjitha. Pra, duhet të jesh forca e parë, që kjo është e vështirë, ose të kandidosh si president, duhet fitosh sipas kolegjit zgjedhor amerikan. Në lidhje me zgjedhjet, duket që do të ketë korrektime me zgjedhjet e fundit në Shqipëri, në qoftë se janë të vërteta akuzat e opozitës për vjedhje masive, po hapen kutit. Tirana do të jetë ai litmus test, edhe pse ka shumë akuza nga brenda kandidatëve për deputet. Pra vetë brenda partive, paska sipas akuzave, këto do ta presin vjedhjen. Ndërkohë që Shqipëria është një lloj sanduiçi tani lidhur me politikën e huaj. Do të vazhdoj Shqipëria me amokun e madh të largimit njerëzve të saj, nga shifrat e fundit në 12 vitet e Ramës janë rreth 1 milion që kanë braktisur vendin. Do të vazhdoj të pres mbeturinat, po them, të botës perëndimore, siç është rasti i pjeprit të Italisë me kampet në Shëngjin. Nuk është rastësi që e dërguara amerikane e ngarkuara me punë takon ministrin e brendshëm, që njësh drejtuesi i departamentit të drejtësisë takoj ministrin e brendshëm dhe Dumanin, që kryetarja e Shikut Shqipërisë takoj kreun e inteligjencës amerikane Gabbard dhe drejtorin e CIA-s. Amerika mendon që 500.000, gjysmë milion emigrant, të cilët humbën statusin që të qëndronin këtu, nga Venezuela, nga Haiti, nga Kuba, do të largohen, do të deportohen. Ballkani po shikohet si magneti ku të dërgohen ata. Dhe mendoni ju që Rama nuk do të pranonte, sepse e ka treguar që ka pranuar më parë. Natyrisht kur një aleat e madh si Amerika të kërkon diçka, ne kemi detyrime, kemi obligime. Por jo të bësh lëshime si në rastin e parë për një foto me Obama në Shtëpinë e Bardhë, ku futet edhe një ministër që ishte i akuzuar për trafiq e droge dhe më vonë dënuar. Rama e bën prapë. Do të jetë thuajse një javë në Amerikë. Personalisht e kam thënë, do të uroja që kryeministri i vendit tim të kishte takime serioze me administratën amerikane. Të sqaronte pozicionin ton, të kuptonte pozicionin amerikan dhe të luftonte për interesat e kombit vet. Vizita private pa kuptim, jo vetëm që nuk janë serioze, por janë dhe të dyshimta. Janë dyshimta sepse e thash edhe dje kur Trump premtoi $10 trilion investime nga jashtë këtu, Rama me oligarkët e tij sjellin miliona në Amerikë për të blerë prona dhe për të ndërtuar. Por këtu çdo gjë vëzhgohet. Asgjë nuk kalon dhe
Ndaj, nuk kap se ta bitën liderit shqiptar se sa shumë din Amerikanët për ta. Din këtë takojnë, din ku tek potencialisht mund të kenë investuar, njohin mirë që ekonomia shqiptare ka probleme të pastrimit parave, dhe ato akuzat për narkoshtet që bëjnë nga opozita kanë kohë që bëjnë nga media djathtë amerikane. Nuk është gjë e re. Natyrisht më vjen mirë që vendi im të cilësohet si narkoshtet. Por kur media prestigjioze, si këtu dhe në Gjermani, duhet ta shikosh realitetin ashtu siç është. Krimi ka kohë që ka hyrë në parlament. Krimi ka kohë që vjedh votat. E vetmja mënyrë për të ndryshuar sistemi, kodi zgjedhor, gjithçka, por këtë do vullnet nga të dyja palët. Në fund do t'jap edhe një herë një speciale që kam pasur për vizitën e kryeministrit komunist, gjys bashk diktatorit shehu, kur vinte në New York. Se në New York mund vish për në OKB, ajo që quhet vizë vetëm për OKB-n, jo vizë amerikane, dhe i detyruar të rish vetëm brenda Manhattanit, siç ka qenë përfaqësia shqiptare këtu për vite e vite në radhë, por që her pas here edhe dilnin jashtë Manhattanit për kontaktuar kontaktet e tyre, por të shqiptarët nacionalistë, të cilët nuk konsideroheshin të arratisur ata që nuk ishin pas 44-s. Çto të tregoj NATO? Nuk besoj se Trump do të jetë si në 2018 në Bruxelles, kur ishte gati të dilte për saj. Cilësuar kjo disa herë në fokus nga Bolton, por Bill O'Reilly më ka thënë që nuk hikën nga NATO. I ka thjesht propagandë. Siç bëri në 2018, por duke i kërkuar NATO-s vendeve 5% të GDP-s, thuajse ke hikur nga NATO. Duke thënë që nuk ju mbroj më, e ke shkatruar në misionin e NATO-s. Duke mos përmendur kur artikullin 5, ke bërë përsëritje një të njëjtë. Ky muaj pra do të ketë summitin e NATO-s, do të jetë pika kulmore, dhe ndërkohë do të shikojmë se si Trump do të sillet ndaj Putin, sepse tani Trump e ka kuptuar që Putin i kërkon të gjithë Ukrainën. Putin i ka një fiksim, ai kujton se ka një destiny, është një fat, është përcaktuar nga që ai të ringrej perandorinë ruse. Nuk ka perandori ruse pa Ukrainë. Nuk ka. Ai kërkon që Ukraina të mos jetë në NATO, të ketë një ushtri në një nivel si polici shteti, të ketë një qeveri pro-ruse, pra të jetë një shtet klient i Rusisë, Krimeja të deklarohet përfundimisht që është e Rusisë dhe 4 rajonet ruse të merren prej tij. Nuk do t'ja di për 1 milion vrarë, plagosur, të zhduk. Dhe Trump nga njerë thotë që s'do merren më, le të merret Zelenski me. Por fatmirësisht këtë radhë, BE-ja ka një kancelar të fortë gjerman. Mes aksione, Putin i thyet. Ju falenderoj, abonohuni free në kanalin tonë YouTube, të jemi për ditë, mëngjes dhe në darkë, edhe në Focus TV këtu për shikuesit shqiptar-amerikanë, por edhe në Kanada dhe në Europë, si do të thotë edhe në Shqipëri përmes tipos. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri. Tete që kanë ndodhur si në Shqipëri, si në diasporë. Sot do të mundohem të cek të kjo diçka nga ajo e panjohur që ka ndodhur në vitin 1960, kur kryeministri komunist shqiptar Mehmet Shehu ka drejtuar delegacionin shqiptar në OKB. Ka qenë viti 1960 kur Krushovi kërkonte të kalonte një rezolut në OKB për të demilitarizuar Ballkanin, duke kërkuar nga amerikanët që të hiqnin bazat dhe armët bërthamore, raketat në Turqi, duke bërë lëshime kështu
për të liruar bazën e Vlorës. Dhe është habi, përmbase dhe nuk është, se Shqipëria votoi kundër rezolutës Bashkimit Sovjetik. Nuk votoi vetë Mehmetçeu, kryeministri shqiptar, por aty dërgoi ambasadorin Reis Malile. Vizita e Mehmetçeut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është në një moment kritik për Shqipërinë, është përpara prishjes me Bashkimin Sovjetik. Fakti që të gjithë udhëheqësit e kampit socialist u nisën drejt New Yorkut me një anije Baltika nga Kaliningradi, por kryeministrin mungonte tregon se çarja kishte filluar. Ky është hoteli në Harlem ku në vitin 1960 qëndroi kryeministri komunist Mehmetçeu. Në hotel pas ka qenë dhe Tito. Me 10.000 antikomunistë kanë protestuar, përfshirë dhe nga diaspora shqiptare. Ka pasur shumë probleme për marrjen e vizës nga kryeministri shqiptar. Amerikanët kanë dashur ta kundërshtojnë sepse vetë kryeministri Sheu ka sharë me fjalë shumë ofenduese, jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe udhëheqësin e saj, Eisenhower. Mehmetçeu ka pritur me padurim në zyrën e tij se çdo të ndodhte me vizat e tij, pretendonte që të kalonte nga Budapesti, mbase me avion, por si gjithmonë del në pa ambasada shqiptare në Francë, kjo qendër e sigurimit shtetit, kjo qendër trafiqesh armësh, por dhe duhani, ku do t'i jepi tranziti me